Në qoftë se ta shohim si luftë, kjo është një luftë që nuk ka as fitues, as humbës. Këtu të dy palët po ndjejnë veten fitimtar. Por unë them që fitimtar më shumë në këtë rast është Irani. Pse? Marrim atë që po synohet arrihet në një marrëveshje tashmë, ta krahasosh me marrëveshjen e vitit 2015. Në marrëveshjen e vitit 2015 kanë qenë shumë të përcaktuara qartë gjërat që do ketë program bërthamor civil, do ketë monitorim për nivelin e pasurimit dhe në fakt do kishte u dhanë shumë para, me thënë vërtet, nga buxheti i Amerikës. Hoqën sanksionet e gjitha. Tashmë në këto pika që janë as që diskutohet nuk po arrihet dot ka jo marrëveshje 2015, domethënë. Dhe kjo bëri që Irani tashmë të legjitimohet regjimi. Pra regjimi tashmë është i legjitimuar, është palë, është në tavolinë. Po në momentin që ul në tavolinë, po është legjitim. Dhe të legjitimohet si gjithashtu të faktorizohet si fuqi rajonale, që nuk është njohur me tjerat, me marrëveshjen tjetër ose me zhvillime të tjera. Ai e kishte arrit atë nëpërmjet proksive, nëpërmjet ndikimit që kishte, ndikimit me dhunë që bënte, por tashmë është prap ka një rol rajonal të legjitimuar, që është e dyta. Dhe kjo pastaj do t'i bëjë që vendet e gjirit të menojnë shumë seriozisht për aleancat mbrojtëse që mund të kenë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithmonë general nëse Shtetet Bashkuara qëndrojnë në gjirin persika. Pra, synimi tashmë bile ka një pikë, aty nuk e di nëse keni pa, ka një pikë ky programi 10 pikësh që thotë të ketë Irani ka drejtë të nënshkruajë marrëveshje bilaterale dhe multilaterale me vendet e gjirit. Pra Irani tashmë do t'ju ofrojë marrëveshje secilit vend dhe secili vend nga ata nuk ka më do të imponohet normalisht. Do t'ju imponohet. Pra Irani edhe ajo që thot kryeministri Netanyahu nuk qëndron pothuajse fare që Irani u shkatrua ashtu, po Irani politikisht doli më i fuqishëm se sa ishte. Politikisht tashmë ai doli i justifikuar. Dhe për fat keq duhet ta pranojmë që forca e Iranit ishte pikërisht ideologjia që ai kishte. Po, edhe ideologjia u legjitimua. Për fat keq nuk po, momentin që ul tavolinë, po. Kjo është nga ana tjetër, po ta marrësh në marrëveshjen 2015 nuk është diskutuar fare ngushtica e Hormuzit. Tashmë ai edhe në këtë armpushim, domethënë lejohet kalimi nën kontrollin e Iranit. Dhe në të ardhmen domethënë do të ketë një mekanizëm pavarësisht se disa shtete bën disa përpjekje për krijimin një konsorciumi për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit, si Turqia dhe Turqia, Pakistani dhe Egjipti. Pra Egjipti duke pas edhe eksperiencë në këtë fushë, për ta bërë një konsorcium ndërkombëtar. Irani nuk e pranoi dhe tashmë ai përsëri kjo po e merr në konsiderat. Pra që ai të vazhdojë të kontrollojë ngushticën e Hormuzit. Pra Irani politikisht doli shumë i fituar. Kurse nga shohim kush doli i fituar diçka më lart. Gjithë qytetarët e atyre vendeve që janë cënuar dalin të fituar. Dalin të fituar në aspektin edhe europianët, edhe çmimet, edhe kudo, sepse në fund fare ishte një konflikt që po grynte gjepat e gjithë qytetarëve dhe edhe mënyra se si u përjetu, mënyra se si e menaxhoi Trumpi këtë luftën psikologjike, po themi, domethënë jo shkatrimi një qytetërimi etj, i bëri që bota nesër besonte gjithçka dhe ngeli shumë, domethënë përsëri meritat e jep përsëri Trumpit. Kurse nga ana gjeopolitike pastaj janë analizat që po bëjmë ne që politikisht fitoi. Po arsye tjetër, mënyrë tjetër për të tërhequr Trumpi nuk kishte rrugdalje tjetër. General, nga pikpamja e forcës ushtarake, sigurisht edhe ky konflikt tregoi që Shtetet Bashkuara janë shumë lart. Por duket që kjo nuk mjaftoi. Pse? Gjithë botën me përqindje të ndryshme, por askush nuk i shpëtoi në një mënyrë apo në një tjetër efektit të bllokimit të kanalit të Hormuzit, ngushticës Hormuzit në transportin e naftës në produktet e saj, gazet dhe shumë elementë që janë të lidhur drejt për së drejt me jetën e përditshme të qytetarëve dhe me aspektin ekonomik. Unë do thosha që kjo ishte gjithë bota, natyrisht sytë dhe veshti pati nga minuta e fundit dhe vendimi dhe kjo ishte gjë e madhe që u arrit dhe kjo është fitoria më e madhe që u arrit, një armpushim. Armpushimi është gjëja e madhe dhe kryesore, por akoma më e rëndësishme është se sa ky armpushim do të respektohet në njësinë e kohës së paku për këto 15 ditë që është dhënë afati që kanë rënë dakord me ndërmjetësimin e kryeministit të
Pakistanit dhe shpresojmë që ditën e premte që do t'jetë afati për të ullur palët me ndërmjetësim në bisedim që mund të përafrohen në kërkesat e tyre dhe tashmë ne jemi mësuar dhe e dim paka shumë që secila palë e ka stegën e lartë të kërkesave respektive, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe Irani. Por, ulja në tavolinë është hapi i parë dhe historia ka treguar dhe na ka mësuar që të gjitha konfliktet, luftrat, qofshin këto rajonale apo globale, qofshin këto edhe botërore, përfundimisht finalja është bërë në tavolinë në bisedime diplomatike dhe në nënshkrimin e marrëveshje afatgjatë që do të jetë në interesin e të gjitha palëve. Unë do shtoja vetëm diçka që i fituari më i madh i kësaj situate në 39 ditë që u zhvillu në lindjen e mesme, fituesi më i madh ishte Rusia, se u lirua nga shumë sanksione dhe pati një fitim marramendës nga shitja e naftës. Pjesa tjetër pastaj... Miliarda dollar çdo ditë, sipas vetë ekspertëve rusë. Bëhet fjalë çdo ditë ka 750 milion në ditë, llogaritën në muaj sa është shuma e fitimit. Kështu që ai që e fituesi i madh, unë do thosha që realisht asnjë kulturë e asnjë trashëgimi, e asnjë kombi në botë nuk mund të zhduket me asnjë lloj arme, me asnjë lloj municioni, me asnjë lloj predhe, me asnjë lloj bombardimi. Dhe ato deklarata për mua që bën presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbase për të ruajtur reputacionin e tij, por të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mendoj se është disi i dëmtuar, nuk kishte nevojë të shkote në këtë nivel dhe duhet ja kishte kursyer vetes. Gjithsesi, ai tashmë është i njohur në gjithë botën për deklaratat e tij edhe kontraverse që bën, të cilat atë që e thot një orë më parë, ndoshta as vetë nuk e beson pas një ore, dhe do të bëjë një deklaratë tjetër në këtë raport. Megjithatë, djali i tij, Donald Trump Jr., Skënder bëri një reagim shumë interesant. Mund ta urresh, mund mos ta pëlqesh mënyrën se si ai flet, por nuk mund t'i heqësh me jetën që në fund fare ai tul në tavolinë. E kishte fjalën për teatrin. Për teatrin. Pra ideja që në fund këtë që tha dhe generali, pra në fund fare mund mos pëlqej mënyra, metodologjia se si presidenti Trump operon, po në fund fare ai i arrin qëllimin. Dhe në fund fare temi e uli Iranin në tavolinë, do ta detyroj për një marrëveshje, do ta detyroj për Hormuzin, pa një farë mënyre nuk mund thuhet që ai nuk e mund të përgjigjen me një frazë që për te goditjeve. Me një frazë që përdori sot kryeministri spanjoll, i cili është fiks adapt, besoj, për atë që ka thënë Don Junior. Sot Sanchez tha, nuk duar trokas ata që i vunë flakën botës dhe pastaj u shfaqen tavolinë me një kovuj. Kjo aftësia për të tulë tavolinë, mbasi ka vënë zjarrin botës me një kovuj, kjo për Don Juniorin mund të shkojë mirë, sepse kur flitet për